Gjatë një fjalimi për anëtarët e Partisë Socialiste, kryeministri Pedro Sánchez deklaroi se Izraeli duhet të trajtojë në mënyrë të ngjashme me Rusinë për veprimet e tij ushtarake në rripin e Gazës. Ai kërkoi organizata sportive ndërkombëtare të shqyrtojnë pjesëmarrjen e Izraelit për gara sportive, duke theksuar aspektin etik të pranimit të një shteti që ka ndërmarrë sulme të tundshme ndaj popullsisë civile. Sánchez përmendi edhe ndërprerjen e fundit të garës ciklistike Vuelta a España, ku aktivistët pro-palestinezë bllokuan Intererarin duke shkurtuar fazën finale të garës. Më herët, ministri spanjoll i kulturës sugjeroi se Spanja duhet të bojkotojë konkursin evropian të këngës Eurovisionin nëse Izraeli merr pjesë, duke ju bashkuar edhe vendeve të tjera evropiane përfshirë Sloveninë. Në vitin e kaluar, Spanja së bashku me Irlandën dhe Norvegjin njohu zyrtarisht shtetin palestinez si pjesë e përpjekjeve për të fokusuar vëmendje tek zgjidhjet politike për lindjen e mesme. Përveç fushatës diplomatike dhe simbolike, qeveria spanjolle ka ndërmarrë edhe masa konkrete ekonomike dhe ushtarake ndaj Izraelit, ndër të tjera shanuruar dhe një kontratë me vlerë gati 700 milionë euro për blerjen e raketa hekseve Silam të zhvilluara nga grupi izraelit Elbit System. Javën e kaluar, qeveria spanjolle paraqiti një sër mesazhesh të reja për të ndaluar gjenocidin në rripin e Gazës, për të ndjekur penalisht autorët dhe për të mbështetur popullsinë palestineze, duke përfshirë pezullimin e të gjitha marrëveshjeve për armë me Izraelin, si përshitje ashtu dhe për blerje. Ky qëndrim i Spanjës pasqyroi një kombinim të presionit diplomatik, të masave ekonomike dhe përpjekjeve për të ndikuar në opinionin ndërkombëtar mbi konfliktin izraelit-palestinez.